Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga Studio Sport. Nisim me këtë emision pikërisht me futbollin, me vllazninë e superiores, takimin që u mbyll përpara pak minutash në stadiumin Loro Boriçi, ku vllaznia mes fundi rikthehet tek fitoria. Ka mundur flamurtarin me rezultat e ngushtë 3-2, por janë 3 pikë shumë të rëndësishme, edhe pse deri në fund tifozëria shkodrane, që në fakt doli e kënaqur me 3 pikë, po ishte në tension sepse një gol diferencë gjithçka mund të ndodhte dhe ekipi vllazniat po kërcënonte. Do flasim gjithësisht për këtë ndeshje, por në përgjithësi edhe për mbylljen e vitit 2025, për ato oscilacionet që ka pasur vllaznia, sepse nisi mjaft mirë, me pas ka pasur luhatjet që janë bërë prezent edhe më herët. Do ndalemi me pas edhe tek sporti i basketbollit për meshkuj, ku skuadra Kuçi Blu, drejtuar nga tekniku Eni Llazani, ka mundur ekipin e Kamsës në ndeshjen e fundit të këtij viti, duke garantuar pak a shumë edhe pjesëmarrjen e 400 më të mirë të fazës play-off. Do flasim edhe për sportin e boksit. Vllaznia është padur fituese e Kupës së Shqipërisë. Kemi një intervistë me trajnerin e boksit të vllaznisë, Lazarin Vila, por do kemi edhe një kronik tjetër që vjen nga Lezhë, aty ku Bashkia Lezhës ka shpallur qytetar nderi kampionin e botës Jurgen Uldedaj. Dhe në fund do të jetë edhe futsalla, një tjetër ndeshje, një tjetër event i rëndësishëm që Shkodra përjetoi, u lutën gjysmën finalet e Kupës së Shqipërisë në futsal dhe me pas edhe finalet, ku në gjysmën finale vllaznia eliminoi ekipin Jata të kryeqytetit me fitoren e thellë 15-4, ndërkohë që ekipi i Flamurtarit eliminoi Tiranën 7-2. Dhe në finale u përballën pikërisht vllaznia dhe Flamurtari, ndonë se vllaznia ishte në avantazh 2 herë me golat e Gjokrit dhe të Samir Hysenit. Ekipi vllazniat e përmbysi duke fituar 3-2 në Shkodër. 3-2 fiton ekipi i futsallës, ekipi i Flamurtarit të Vlorës, ndërkohë që 3-2 fiton vllaznia në futbollin e superiores. Të gjitha këto do t'i komentojmë sonte me një panel të përzgjedhur, ku kam kënaqësinë të prezantoj fillimisht një mik të kësaj studio, një shkodran të mirë i cili jeton në Gjermani, atje ku kryen dhe detyrën e trajnerit, është Ermir Vajushi. Mirë se erdhe, Ermir. Nga si mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Me shallin Kuçi Blu nuk i ndash ti shalli, se me shallin e ke filluar. Po me shallin e kena filluar, me shallin kena më e maru. Dhe do ta themi ke nuk nushen, pavarësisht se ku jemi. Pjesë tifozërisë shkodrane, po tjetër. Iniciatori edhe atij grupimi dhe edhe një emisioni shumë simpatik që u patronizuar me tifozërinë. Mirë se erdhe në Shkodër. Fatkesish nuk vazhdoi shumë gjatë, po ndoshta një ditë ka më vazhdu dikush tjetër. Uroj shpresoj që të jetë ai emision që ta, sepse ka tham që ju prej 2-3 vitesh jeni licencuar si trajner i futbollit në Federatën Gjermane të Futbollit dhe drejtoni një ekip i kënaqur. Po për momentin i kënaqur, nuk e kam thënë më përpara, tu mundu me i bë hapat e vegjël, po të sigurt, edhe besoj që jam tu i bë hapat e sigurt. E kam filluar prej Xaros, jam tu bë ata hapat e mi. Kësë me zotit. Me pas, do të komentojmë diçka dhe me gjërësisht, prezentojmë edhe Valmir Kurtin, ish futbollist i vllaznisë dhe trajner i moshave, me disa akademi, por me heret edhe me Shirokën, mëse erdhe Valo. Admir Ruçi, rikthehet në studion tonë, gazetari i njohur i Panorama Sport, shumë simpatik, sidomos kur fiton vllaznia buzëqesh, por Shim të jemi kur fiton vllaznia. Pra kjo është paneli të nderuar shikuese, së bashku me kolegët e mi që janë në pultin e transmetimit, Ensar Basha dhe Florian Gërdani, do të përcjellim edhe komentet dhe kronikat tona, ku do të nisim bisedë pikërisht me fitoren që thash më herët, që u realizua mbrëmjen e sotme në Loro Boriçi, vllaznia 3 dhe Flamurtari 2. Do të kemi me vonë nga fundi bisedës edhe prononcimet që u dhan një herë pas ndeshjes, tekniku Edi Martini, kapiteni i vllaznisë Bekim Bale, i cili u shpall dhe lojtarin ndeshjes, si dhe tekniku i Flamurtarit italiani Francesco Morero. Me Vajushin e nisim. Vajush, e kishit planifikuar të ishit edhe, jo vini vazhdimisht edhe për festa, por për të ndjekur edhe vllaznin. Po, diskutim. Planifikuar për më një vllaznin normalisht. E poshtë ndeshjen sot me kuptohet një fitore, po them një fitore me shumë vujtje e pa nevojshme, sepse vllaznia kishte mundësitë dhe kapacitetet për mendimin tim me fitu ndeshjen
me 3 kategori diferencë, po nuk e di arsyeën se si dhe tek, por ne I fusim kundërshtarët në lojë vetë ju. Do me gabimet tona, me mungesën e përqendrimit, me çmimin e lojës, do thënë I fusim kundërshtarët në lojë edhe u rreziku, realisht u rreziku ndeshën. Në fakt edhe trajneri Martini u ndal te këto gabimet e pesimit golave. Për ju ku ishin defektet kryesore edhe si trajner? Po, e para atje goli I parë, domethënë qendërmbrojtësi doli deri në sulm që është gjë e mirë për mendimin tim, nuk ka gjë e gabuar. Por aty më mëhej në dublimi, domethënë marrja e pozicionit në momentin e tranzicionit negativ. Aty ishte domethënë në fund ishte, po them vetëm 2 lojtarë në fund dhe pjesa tjetër që u mundon e mendim mu, po ishte shumë vonë. Dhe edhe Gjini në atë momentin e fundit domethënë u driblu shumë lehtë, realisht në momentin para goditjes. Dhe goli I dytë unë faktikisht isha një moment që isha sjell dhe nuk e poshtë kur turpi shkën rrjet, por isha ndeshje me një koleg gjerman I cili jeton momentalisht këtu në Shqipëri dhe një përgjumje totale ton ekipit. Dhe domethënë, po nuk është problemi vetëm te psimi I këtyre 2 goleve, është problemi I ton lojës se si ne po e zhvillojmë ndeshjet. Megjithatë unë po them, ishte një trepek shumë I rëndësishëm, edhe për moralin, edhe për situatat që ishin krijuar te Vllaznia, në ambientin e rreth e përçark Vllaznisë. Dhe uroj shpresoj që të është ky, domethënë të jetë një fillim, pavarësisht se është ndeshja e fundit e vitit, por të jetë një fillim për vitin e ardhshëm me pozitivitet, në mënyrë që të shkojnë në mënyrën e duhur aty ku duhet me shku, që ku do ata me shku, domethënë. Por duhet me rregullu disa gjëra, duhet me rregullu realisht disa gjëra. Dhe kjo I del për detyrën rrotëpore edhe trajnerit Martini, por edhe lojtarëve. Pa diskutim. Valbir Kurti, nëse nuk do të fitojë kjo ndeshje, do flisim ndryshe sonte dhe do të ishte me vërtet një situatë shumë problematike, por 3 pikë që I marr sot mendoni se ka zbutur klimen edhe në opinion se du ta pranojmë, ka disa javë që edhe tifozeria dhe pjesa tjetër e analistëve sportive nuk kanë qenë shumë të kënaqur me Vllaznin. Ta them drejtën, këto javë të fundit nuk kena kanë kënaqur as pak me lojën e Vllaznisë, me rezultatet, sepse dihet se I kena nisë ekip pretendent, edhe me duke pas edhe parasysh strukturën e ekipit që kena pas, pavarësisht dëmtimeve, por ky ngarçi psikologjik I ekipit, thamë Vllaznia ka është një trysni që e ka fut një ngarç psikologjik edhe lojën, edhe lojtarët, dhe sa të më thënë të vërtetën në shkallën e stadiumit nuk përshifsha më atë entuziazmin e javëve të kaluara. Pra ma duk veti me thënë të vërtetën se me kanë teatr, me kanë të pa një ndeshje futbollit, një qetësi, një reagim edhe anë tifozërisë Shkodrës si vetëm thjesht duar drogiti. Në fakt kjo qetësi duhet të reflekton. Goli I parë erdhi shumë shpejt. Ja, unë them një gjë që edhe I dyti. Na kena shumë për të përmirësuar. Them ndoshta kjo fitore, më inshallah shpresojmë të ketë dhënë shkelm krizës që kena kaluar dhe 2026 të jetë një vit I marrë dhe për ekipin, për presidencën edhe për qytetin e Shkodrës. Adish, oscilacione, luhatje, I pranoj edhe kapiteni Balej në konferencën e pragneshjes. Pranu kapiteni Balej, këta rezultatet flasin vetë, nuk ka nevojë me pranu kërkush. Ja, po ideja ishte sepse ai mesazhi I kapitenit Balej në konferencën e pragneshjes ishte pak a shumë karikues për skuadrën, tha pas ndeshjes se e pyetëm, por konfliktual. Pak a shumë kishte edhe disa akuzat të drejtë për drejta për opinionin, për median. Ne e pyetëm se kush qëndron personalisht, po kërkonte më tepër dashamirësi Shkodranët dhe ti mbajmë, ideja ishte ti mbajmë problemet brenda shtëpisë. Atëherë, me majtë problemet brenda shtëpisë, pa pas ka pas probleme. Kjo është e para, se pa nisi për I fundit. Realisht kështu u shpret, ti mbajmë brenda familjes. Qa thuj ti për të thamun? Tërsi, pas ka pas probleme. Për mu, këta probleme nuk duhet mu shkuaq, as media dhe as kërkun, se edhe me Ermirin edhe parë me Valun për diskutoshin të zona, nuk duhet mu shkuaq kërkun të probleme, sepse nuk janë probleme për mu shkuaq, janë probleme të vetë ekipit. Unë këtu e 15 vjetë që nuk merre ma me rrogat e ekipit, me rrogat e lojtarëve dhe me rrogat e kërkuj tjetër. Nuk në intereson. Ka parasysh një shkrim në Panorama Sport I hershëm se to e 15 vite për para. Kam qenë dëshmitar kur ju keni pasur polemika
me drejtuesit, me I presidencën. kam kryer të punë, Dhe tekstualisht si ka qëndruar kjo situatë, ti bëjmë një farë krahasimi për të treguar kush është media. Situata është sepse ta dinë mirë edhe vetë drejtuesit, ta dinë mirë edhe vetë futbollistët, se janë ata që flasin, por kur vjen puna për më ballafaqsuar nuk ballafaqohen. Dhe e japin lajmin, e japin informacionin, ta kenë digjën. Informacionet nuk shpiken. Dolin për mend, shkurt e shqip. Dolin për mend, edhe ka kryer punë. Informacionet nuk janë që i zori Adi apo i zori X apo Y. Informacionet janë sakta, realiteti mund të jetë i saktë, por është e hillën e që del brava. Se gjithkush tërhiqet, gjithkush të pse unë pse ai, edhe të vazhdon rrugën. Për mu, ta them si gazetar sportiv, e them me bot kuptimin e plot fjalës, që nuk duhet më marrë na, a i morën si morën rrugët futbollistët. Kjo nuk ka punë e jonë. Ne dashim me fol futbollistët flasin, ne mos dashim mos flasin. A ka krizë pagash, a s'ka krizë pagash, këtë e din ata. Bola dole dhe tha, gjanet e mendshme mos i zjarrim jashtë, pra pas ka probleme të mendshme. Por ndërkohë drejtori sportiv Sinani konfirmoi se nuk ka si problem. Asnjë problem tek Po është saktë, dhe se nuk deli me fula si lojtar, është saktë ajo që thot Sinani, është saktë ajo që thot Bola. Dhe është e gabuar ajo që na, si gazetar, si media, do na më dojë zot buks të lojtarëve. Se kështu e thyen. Se çdo lojtar shkon me marr rrogën, me marr bukën. Ata nuk e kanë shef rrogën, mos ta marrin. E din vetë ata. Kjo është një aspekt Kjo është një aspekt të vetë që ne ata kanë më marrë. Nuk të takon fare. Unë do të diskutoj pse. Unë tham, në ekip marrin rruga 100%, në ekip a gjithçka korrekte, lojtarët janë 0. 6 neshe lojtarët janë vis. Atë dolën të flasin ata tash. Unë jam të fol si gazetar. Me atë që shaf, jam atë që e kam rënd, nuk më të thënë fare, atë që kam rënd. Hiç. Unë jam atë që shaf vush. Ne shohim lojën. Edhe sot kena fituar 3-2. Po loja ishte si 5 neshet përpara, nuk kishte ndonjë ndryshim. Po këtë më zgjodhi. Ishin dy gole, ishte gol i Bolës perfekt. Ishte penaltia normal që ishte penalti. Ishte më 2-3 minuta. Ishte ai fal. 2-3 minuta të mia, filluam me mirë pjesën e dytë, pastaj gjithçka ishte njësoj si tana herët, si 5 neshe të tjera. Shumë e vërtetë. Atë mund nuk më fal Valu. Thjesht më bën përshtypje, mos të kanë për fjalën dy, kjo fikja e lojës. Pra, filloi me një entuziazëm, një lojë të bukur për disa minuta, masanaj skuadra lojtarët vinë, fiken, i lajmë terren kundërshtarit, domethënë vjen ekipi i vendit fundit. Edhe një javë më përpara edhe me Tiranën, që besoj nuk kam parë herë Tiranë më dopt në historinë e futbollit. S'ke përpara ndonjëherë. Dhe janë se s'ke përpara. Më bën përshtypje kjo lojë dopt, ky ngjarje psikologjik i lojtarëve, kjo mos dëshirë. Dhe thasi Thalladi, na nuk do të merrna hiç me pjesën e pagesave sepse thjesht ne do merrna vetëm thjesht ne çfarë bush, po çfarë shaf. Me pa vllazni, jena ata që kena qenë me pa vetë fish, më shumë me pa vllaznin kampion. Unë të kam thënë që ishtë në javë të para që më këtë thjerë studio, që ëndra jonë është të shohim mas sa vjetëve dhe nuk mungojmë asnjëherë në shkallë të stadiumit, me përkrah të djemë, ndoshta kthejnë edhe në rolin e tifozit, jo më në specialistit sportit, por thjesht ku jena në shkallë të stadiumit, ne ashojmë si tifoza, si njekës dhe dashamirës futbollit. Dhe të thash, mu më bani përshtypje sa ante një lojë këtë e vakt, përveç 20 minutave futboll, si kam pa 20 minutat e pjesë parë dhe 5 minutat e golit në pjesën e dytë, nuk kena pa një vllazni entuziasmuese. Ajo vllaznia që ka luajtur futbollin e bukur, se çfarë është, ne nuk e dinë në pjesën e brendshme, por thjesht kjo që Thalladi që ne nuk kena kundërshtar me kena qenë me fol për vllaznin, për aspektin e lojës. Çka kanë pjesë tjera, ata kanë ne është këtë jashtë standardeve tona. Unë të jemi sinqert, nëse një person do flasim për pagën time, aty ku e marr, që do të thonë që është e ulët paga jame, do të jemi kënaqur. Po flet se pse është e ulët, duhet të pagë më shumë. Të suponim se duhet të suponim fiks. Se pa marrë shumë banale, pra, nëse e media, i gazetarë ka thënë që i kanë problemet, atëherë
dalin tonë dhe thonë s'ka problem, okej. Atëherë, E ke problemin ti? atëherë problemi janë vetë. Po dy rrugë janë. Problemi janë vetë. A përgatitje fizike, a përgatitje mendore, a përgatitje, to është vetë. Për mu, 5 neshe, 6 neshe tamam. Që Vllaznia nuk ban lojë. 7. Pa tham 6. Po të edhe 7 në Dinamos, edhe me Dinamos ke bërë lojë, e Si ke fitu neshin. O, fituar më në sopo. Por, 6 neshe që në nuk ban lojë. 6 neshe që na, as dim ku kena fillimin, ku kena fundin, dalin të mahallin poshtë se suarën si, nuk ka problem fare. Unë thash edhe herë, nuk do merrem çka ka problemet mbrëmshme, është gabim bilet që ja marr. Kush do të marr me problemet mbrëmshme, derisa s'del kërkush me fol vet. Unë e di çfarë hallesh kam në familjen time, po ashtu gjithsesi e përjosh. Nëse nuk flasun për hallet e mia, nuk ka nevojë as valë as ti me fol për hallet e mia. Hiç fare, asnjëri. Dhe kja gabim. A nis me bë mirë, do të thonë për millon ka, për me justifiku, për mu nuk e justifikim. Dhe sa vetë nuk kena problem. Emir Vajushi, pikërisht për këtë temë, ju kemi parë gjithë një vllazni spektakolare në javën e para dhe në fazën e parë, se të gjithë flisnin se kjo është një skuadër e pakapshme dhe një skuadër e frikshme me këtë gjuhë. Çfarë ndodhet sipas jush? Me atë sa keni parë në lojë, duke i lënë ato problemet e brendshme. Shiko, të janë shumë gjona që në aspektin teknik, kemi fjalën, sportiv. Aspektin teknik, tash është e vështirë edhe me fol për aspektin teknik nëse lojtarët nuk kanë dëshirë me luajtë në fushën e lojës. Tash që ti na realist. Që duhet të bëjë, ti fol për aspektin teknik. Pjesën teknike. Po dëshirë di vetë. Nëse po them është vështirë. Titullarësh pikërisht ato që janë vlerësuar me superlativa, ato kanë qenë të rëndomt. Janë edhe dëmtimet shumë të shpeshta që skuadra ka pas herë mas herët, nëse po i lajm pjesën tjetër jashtë, po i them dëmtimet, janë një fenomen. Kartonat e shumt që unë vazhdoj ta them, domethënë është, unë nuk e maj mend një vllazni me kaq shumë kartona. Realisht ky sezon ndoshta mund të jetë, mos gabuam, është ekipi që ka marrë më shumë kartona në Super League. Edhe sot kena marrë një 6-7 kartona, mos gabuam, edhe disa janë për protesta, për agresivitet. Shoh një lloj agresivitetit jo sportiv brenda përmendjes skuadrës. Edhe kjo nuk më vjen mirë realisht, sepse agresiviteti negativ vetëm sjell probleme, nuk sjell pozitivitet. Tu fillu prej te portieri, po shihsh edhe portierin, domethënë është një portier, po dash me fol në pjesën e tij teknike si portier, se jam specialist për atë punë. Por komunikimi është shumë i rëndësishëm. Komunikimi me lojtarët. Se i lojtari i fundit shefton lojën edhe i orienton edhe mbrojtësat apo me shortë të tjerë më radh. Por një lloj agresiviteti bërtitunat në disa lojtarëve e shifsh edhe vetë lojtarë që nuk kishin dëshirë as me ndëgju dhe dashje po dashje portieri. Po kështu gjatë neshës kam dëgju fatkeqësisht për orientimin e skuadrës apo kishte orientimi është gjë e mirë, por ti bërtiti lojtarit në një formë agresive, domethënë është unë nuk mendoj të paktën me i bërtit bala, se po marr balën si shembull. Me i bërtit bala në ato format, që prap nuk jam dakord, por prap është kapiteni i skuadrës, ka një lider të tjerë më radh, po të vinë një lojtar që si mjet kjo ardh. Domethënë fillimin e pati jo të mirë, neshët e fundit jetu i bën pozitive, dakord, por mënyra se si domethënë të i bërtit disa lojtarëve mua më kolon realisht me gojë hapë dhe jam habit, them sinqerisht. Po kështu edhe prej stolit faktikisht kam dëgjuar të bërtitunat që mua nuk më kanë pëlqyer. Me gjithë dashamirësinë, respektin, edhe dëshirën e mirë që me bë mirë, pra kampanjë agresivitet në disa lojtarëve ose të veçantë pa dashur për emra, që nuk më kanë pëlqyer realisht. Edhe do i kisha bë ndoshta jo thirrje, po ndoshta një këshill miqësore, jo si trajner, po miqësore që ose lojtarëve i bërtitet në fushën e lojës, i bërtitet me agresivitet, duhet me ditë që lojtarët i humb. Po ai lojtar është e vështirë me pas më dëshirë me luajtë futboll. Pra ti e humb atë lojtar për minutat e metona. Dhe gjëja më e mirë për mendimin tim është me kanë pozitiv me skuadrën. Me kanë, domethënë me i kariku është diçka tjetër, agresiviteti për mua është i gabuar për mendimin tim. Dhe këtë e shoh në një formë mënyrë edhe mënyra e lojës vëllazë, sepse flitet edhe kartonat vijnë prej agresivitetit vëllaznis. Agresiviteti i futbollit është diçka tjetër me mënyrën se si na i morën kartonat. Agresiviteti i futbollistëve në fushën e lojës është kur ti tankon në kontakt, i god e vën kundërshtarin në presion, por nuk është agresivitet sportiv kur ti shkon i bën këmbëve, kur ti godet me bryla, proteston gjatë gjithkohës. Këto janë gjëra që nuk në radhë parë nuk janë të bukura, në radhë dytë nuk na shkojnë as ne si Shkodrës si vallëni. Dhe në radhë tretë na kena vetëm deficite.
kena deficite. Shiko, Gjinin për shembull ke hub një 2-3 herë është pezullu për kartona. Gurishta pezullu për kartona, Krymi mos gabon pezullu për kartona. Domethënë janë lojtarë, disa lojtarë me rrallë që pezulluan për kartona herë mas herët dhe tu përfshi këtu masandra, edhe dëmtimet, edhe problemet e tjera, krijuan masandra situatat e tjera që nuk arrin me marrë rezultatet. Krymi sot përpara ndeshjes pati një ceremoni që u nderua me rastin e ndeshjeve shifrës 300. 300 ndeshje ka luajtur për Vllaznin. Një futbollist apo jo, Valo, Krymi që është i pranueshëm dhe i vlerësuar për grindën, për luftën e fortë sportive. Duke kaluar tek ajo se theksoi edhe Vajushi është paksa agresiv dhe ndeshkohet edhe me karton. Graci, Krymi ka një pozicion tillë në lojë sepse është 6, edhe mënyra e lojës së tij dihet që është agresive dhe na kena vurë sa herë që Krymi na ka munguar me sfush, kena pas shumë probleme në anën defensive me sfushën. Por që duhet me pas kujdes secili prej lojtarëve sepse duket edhe ky rregulli sa dhe më mirë ky rregulli këtyre kartonave me shumicë që merren të janë ndërmjet me bë 4 kartona, 5 nuk e di sa kanë 4 një pezullim. Edhe te 5 i pezullim. Thamë që i ka lejuar te 4 ti, atëherë më sa me 4 karton pezullohesh. Po dikur në kohën tonë me 2 kartona të verdh ke ne neshë pasor se pushim. Dhe kem duket i kollon ndaj fije mali ushmëri lojtarëve që të marrin kartonat e verdh, por e theksoj që edhe jap drejtë mirë që duhet me pas kujdes sepse jena penalizuar sa herë sepse të hupesh Krymin, të hupesh Gorishten, janë dy figura kryesore që janë me marrë eksperiencë në ekipin tonë, janë ADN-ja e Vllaznisë. Pra shembulli që do të më njek edhe për brezi tjetër, thamë që na del një punë e madhe që për fazën e tretë të katërt që t'jena ma konstant, ma të qetë pak në lojë dhe në organizimin e lojës edhe të ekipit të shohim të çfarë mund sjellë edhe mërkatoja e janarit në një riparim të vogël, sepse disa lojtarë dhe nuk e kanë vërtetu vetin në fushën e lojës pra që kanë lanë gjatë dy fazave. I pyetur sonte pas ndeshjes Taneri Martini në konferencën me gazetarët pikërisht për këtë temë, ai theksoi që skuadrën e kemi dhe nuk pret ndonjë lëvizje të veçantë, por gjithsesi nëse ka diçka cilësore që mund të serviret për Vllaznin, janë të hapur. Nëse skuadra do të jetë e plotë me këta lojtarë, normalisht ai në fillimet e kampionatit Edi Martini ka thënë që unë kam dhimbje kokët kur shoh mbrapa për lojtarët që me fut më parë informacion. Pavarësisht se ardhen dëmtimet dhe nuk i vet fojë trajnerit kur nuk e ke ekipin e plot. Po nëse trajneri është i kënaqur me këtë skuadër, normalisht ai din më mirë se në një pjesë e jashtme na shohim vetëm për jashtë. Graci ne nuk mund t'i japim mendime më tepër sepse na lejon ajo çfarë shohim jashtë fushës. Lojtarët janë thush, por a kanë zhgënjy disa lojtarë, nuk mund të thush që nuk kanë zhgënjy. Unë them për shembull Morata kam prit më shumë mas rikthimit të tij, nuk shafat Morata në ndeshjeve të para. Bismarcku të them vërtetën, Shkodra ka prit me shumë entuziazëm. Unë kam qenë në natë. Shumë luftë u bë për këtë futbollist për ta marrë nga e donte Dinamo. Të them vërtetën, e mori Vllaznia dhe u konsideruar një fitore e madhe. Unë kam dalë shumë herë kundër disa miqve të mi që thoshin kundërshtoshin dhe thosha që na kena sulmusin, na kena balen. Them vërtetën, në Bismarcku nuk është kategoria balës, është lojtar i mirë, por nuk kena pa ne gjëra më shumë se bala, thjesht kur e ke një qendër sulmues të klasit, lojtar më të mirë shqipnis. Të dona mund të ketë kritika për balën, por aja është një shembull dhe sa të ke goshenusin më të mirë kampionatit shqiptar. Bismarcku nuk më ka dhënë shije të mirë. Ashtu tepër se ka kaluar shumë dëmtime. Krijoi një psikoloz në publik se më shumë i vrasë çdo përplasje mohon dy ndeshje. Po thjesht edhe mund t'i japësh dorën dhe gjen vetëri që kena në Shkodër. Që ka afër aty ku bazit. Karakteristika tjera veç Bismarcku nuk ka të njëjta tipore me balën. Ka i fje më shumë shpejtësi, mënyrë veprimi tjetër. Ndoshta kam gabim më mirë, por mendimi jam, kur merret një sulmues
merret për me shënu gola. E para. Unë kam përshtypjen, falë se Dhe e dyta, i bëhet një analizë një lojtarit që kur e merr në tan këta kampionatet e që është sulmues, sa gola ka shënuar në çdo kampionat. Dhe po t'ja shish Bismarckut statistikat, nuk e kam pa në statistik. Përveç se një kampionatit me Skënderbeu në Korçë që ka bërë 10 gola, nuk kam pa në statistik në për ekipet ku ka luajtur që ka bërë më shumë se 4-5 gola. Me çfarë shikohet klubi, drejtuesit, stafi e preferojnë ta kenë xhirin e Vllaznisë dhe për vazhdimsinë Bismarckun sepse presin prej tij sepse sipas tyre nuk ka vënë akoma atë që kërkohet. Në 22, domethënë me balin edhe me Bismarckun. Në lidhje me Bekim Bale, nuk duhet i largohen. Të kryemi një sekond. Po, të kryemi. Sepse mos u gabosha, ndoshta më i gabon, por nuk jam i gabon, por fillimet e balës e ka po me flamurtarin, të krymit, ka lujt me balë dorëranjerin në moshën 17 apo 18 vjeçare, mos u gabosha, e ka fillu në ishën e parë kundër flamurtarit. Dhe 300 neshe e bën me flamurtarin. Nuk e myll. Po e bën me flamurtarin. Ermollakosi Për të mbyllur ka kohë. Janë vjeç edhe ka kohë. E përgëzojmë. Për shifrë krymin është edhe model si sportist. Problemi i kartonëve që në ndryshe sepse vetë pozicioni ku le të krymi sala Qato. Edhe kisha vetëm për krym, kisha për totalisht si skuadër. Po nuk morë karton aty, domethënë je deficitar. Ke voti sa gabim. Nuk je deficitar. Kja është e para. E dyta për sa i përket balës. Bala nuk kena nevojë me vlerësuna, ka vlerësu Shqipnia, i ka dhënë lojtari më të mirë të vitit, normalisht aksionarësi dhe vlerë për ne. Edhe për vllaznin, por edhe për ne si shkolltar. E ka tregu me plot gojë, sepse kush është, mund të ketë sepse është një lojtar i cili për mua është lider absolut. Vajushin vetëm një moment dësha me ataku, duhet me përtit portieri, duhet me përtit edhe kapiteni, sepse një atë punë kanë, ndoshta jo të përtitën për ofendime, po përtitën për jo të ofendime, jo të përtitën e keqe, të futet jo të ofendime absolutisht, për të përtitën për me majtë lojë, sepse është kapiteni dhe është portieri shef dhe kapiteni është që i vlerëson. Dhe kjo është nëse do na pa një ekip. Për sa i përket balës, thash edhe herë, është për mua jo vetëm me 2 gola si shënoi, sot sepse është kriju se bala shënon nga pika bardhë. Nuk shënon vetëm nga pika bardhë, por goli i parë ishte. Këtë pyetje bëjmë edhe në prononcimin pas ndeshjes. Bëjua një imazh në opinion rrjetet sociale se ardhi janë i periudhë, sa kishte orë, më thonë u fol stadium. 1-0 tha bola tha për penalti tha. Po tha feshi vendeshë thonë në zamet. Është një psikozë keq edhe për bekimin. Bala i duhet Vllaznis. Kjo është opinioni. Bekimi është një lider i Vllaznis. Mund të jetë mund mos ketë frymën ndoshta, mund mos ketë edhe atë kontingjent më të mirë ti. Por kur ta kishin lojtar si ai në ekip, të paktën ndymoj se ka sa vetohen kush më mojt. Bekimi ka disa javë që nuk e di sa e dini, Bekimi ka disa javë që lumë probleme Borgut. Muskulit të Borgut. Edhe kush i ka pasur ata probleme e din se sa vështirë është për lojtar me lut. Kupton se nuk ka e din vetë se e ka zgjell, por un po them që Bekimi është për Vllaznin një lojtar plus. Nëse tjertë filloj me 11, na filloj me 12. Më një desë ta kena ditët. Se më fal, por si tha për punën e Bekim Balës. Ngaci, unë jam kundër këtij opinioni sepse bëjmë diet përgjithshme dalin deklarata boshe kundër Balës, por tham një gjë që është fati më i madh që Vllaznia në këtë moment ka një lojtar si Bekim Bala. Pa një lider të vërtet, një që e marrën ekipin e karikum, që din me bë grup. Pra sepse është shumë kush ka luajtur futboll, e din mirë. Është një kapiten që përmendinte me sa shef edhe organike, me sa shef edhe më fal valo, lutem. Me sa shef edhe organike, është një kapiten i cili din me mojt ton rreth vetë. Din me mojt ton bashkë. Do të theksu që edhe për burimeve që kemi informacione që marrim nga brenda ekipit, u shpall dhe lojtari i ndeshjes sot. Të them vërtetën, ai është një tamam një kapiten, një lider i Vllaznis, një djalë që nuk njeh diferenca me shokët e ekipit,
por është i gjithonshëm, është gjithë përfshirës me të tanë lojtarët, pra një kapiten i vërtet. Flasim pak edhe për ndeshjet e tjera ku Elbasani ka barazuar 1-1 me Tiranën, ndërkohë që Vora ka shpërtalluar 4-1 Bylisin. Ndeshjet e sotme, ndërkohë që ditën e djeshme, shikoj se buseshe. Pa buseshe. Ja, pa buseshe. Se ba minul Vllaznin, që në shikonu edhe Vora Bylis, a din që ishte bo sot në përmjetët? Sot Shkodra ishte bo kur bërë. Sot në përmjetët ishte bo... Çfarë ndodhi tek Vora Bylis? Pasi sa të magaci pas fuaj. Portieri praktisi portet. Po do shumë. Nuk ishte dakord me frymën e grupit apo diçka? Portieri nuk i ka bëjë. Po portieri, a thome portieri shefton neshin. A e ko po që ato u bo përpoj, ha? Tho pa iku po që nuk parri mo këtu, se s'kam që baj. Mirë, po tek barazimi Elbasani me Tiranën, 1-1 ndalet Elbasani? Elbasani nuk është, unë pavarësisht se Elbasani do të vazhdojnë me kënë një ekip pretendent, por nuk e shaf në të pretendimin. Nga që unë jam i mendimit se thotë Odi, unë e kam thonë edhe për para, e kam po Elbasani, biles me një mik tem, një gazetor nga Elbasani, sa herë nga cman kur lunë Vllaznia dhe marrin barazime, në thotë Elbasani është më mirë, unë e kam thonë edhe direkt, bisedë telefonike me të që Elbasani është për katëshë, simpatik, ka një kontingent të mirë, por të thëmë vërtetën, nëse në arrim formin, Vllaznia i myll problemet që mund të ketë në kondicion fizik ose në ndërtime, dhe thamë dyshat që ja kryesore kampionatit shqiptar është Vllaznia me Ignatin. Unë e shohë Dinamo. Ignatia fitoi në Nikodovana 0-1. Që në fakt tekniku Tetova nuk ishte shumë i kënaqur me skuadrën, por me rezultatin, po. Jo, unë e shoh faktikisht edhe Dinamo, po nuk e kam pa ndeshjen e Ignatis, me thënë drejtën, e kam lexuar pak intervistën e ankesa për gjykimin kishte trajneri i Teutës. Atë po, por ne na intereson më shumë Ignati, mu të paktën, më intereson më shumë Ignati e Dinamo, këto dy e shoh si rivalet, po thamun të Vllaznisë, na gjithmonë do na Vllazni me futa të mbrëm, dhe nëse Vllaznia do paraqitet si në fillimin e sezonit, normalisht do të jetë aty. Do të jetë aty edhe do të fillojnë edhe fitoria sotme ka konsoliduar shumë gjëra. Konsoliduar shumë gjëra, nuk jep garanci që për të rikthyer pas pushimeve të vitit të ri me një marrë tjetër. Po kjo është gjë që duhet me kemi pozitive, por nëse i shohim në tabelën e klasifikimit jena 7 pikë mbrapa. Domethënë nuk ka gjë pak. Domethënë me kanë 7 pikë mbrapa ekipit vendit por, Ignatis që për mua është një ekip i mirë. Jeni 8 pikë para, jeni në minus. Në fund kreti jeni në minus. 18 shofën. Sepse kur përgjysmojnë pikë, dakord. Jeni në minus. Dakord, po jena në fazën e por. Domethënë 7 pikë. Kupton, jo nuk thosh 18 në shitçur, ja. Ja, e kuptoj, kuptova se ç'a ashtu. Por thash, unë shoh Dinamon edhe Ignatin, dy ekipe për mua që bën një futboll interesant. Dinamon bile se shoh më cilësore se sa Ignatia, pavarësisht se Ignatia ka krijuar te stofin e saj edhe në këto 2 vitet e fundit, edhe arrin me marrë rezultate dhe kjo gjë për të vlerësuar faktikisht, arrin me marrë rezultate edhe kur nuk bën lojë të mira, sepse edhe trajnerin e Nixhova në një intervistë nuk ishte kënë shumë i kënaqur, pavarësisht fitores të Ignatios nuk ishte kënë shumë i kënaqur me lojën, dhe kjo është një diçka pozitive. Kjo gjë i ka munguar Vllaznisë ose e shohim në javët e fundit, por në 5-6 javët e fundit nuk kena bërë lojë, por nuk kena arritur të marrë rezultate. Dhe konkretisht Ignatia kryeson me 37 pikë, Elbasani është i dyti me 33, Dinamo me 32, në vend të tretë dhe Vllaznia me 30 dhe vend të katërt ka 5 pikë prapa. Teutën dhe Partizani 23. 8 pikë Partizanin. Këto dy janë skuadra që u konsideruan se do ta kërcenonin Vllaznin dhe vendin e katërt, por humja e Partizanit dje me Dinamon bëri që edhe humja dhe Teutës bëri që të stakohen këto dy skuadra. Unë gaci thamë fjalë, më falë që po ndërhyj për ushtë. Unë thamë fjalë që Vllaznia kundërshtarin më të madh ka vetin. Ja deshta më thonë edhe vet. Kundërshtarin më të madh ka vetin. Nëse na do të bëjmë siç kena bën 9 javë të para, po tham nuk kena ekip si mund mos e muj. Nëse na do të luajmë siç po luajmë 5 javë të fundit,
Kam frikë që mund të shkruajnë edhe Teuta, mund të shkruajnë edhe Partizani, mund të shkruajnë edhe Katër. Nuk ka si Mirë, përpara se të shkojmë edhe tek prononcimet pas ndeshjes ku kanë folur tekniku i Vllaznisë Edi Martini, kapiteni i Kuqibluve Bekim Bari, që u shpall lojtari i ndeshjes dhe italiani i pankinës Vlonjate Francesco Morero, konsumojnë diçka me Ermir Vajushin si trajner në Gjermani. Kemi një foto, regjia, kolegët e mi Ensar Basha dhe Florian Gërdani na e përcjell në ekran. Është foto e ekipit që ju drejtoni. Sa vite karrierë u bën si trajner dhe sa të vështirë ka një shqiptar të drejtojë një ekip në Gjermani? Mu jam ba 4 vite që jam fut futbollit si trajner në Gjermani, në ligat amatore, kam fillu prej shumë poshtë, po thuj se në limitet e fundit në Gjermani, po e që i këshu, dhe në këto vitet, gjithmonë duke u rrit. Kam arrit, mora një ekip tjetër, ekipin e partë të klubit ku isha, SC Uelzen, dhe aty qëndrova rreth 1 vit e gjys me ekipin e parë, dhe këtë sezon jam njët për vedi, po thëm vetë për vedi si trajner një ligë më tepër, dhe kam drejtoj aktualisht ekipin e Molsen, quhet ekipi që jam une. Fillimi i sezonit ka një vështirë. E qyteti ku jetoni? Po, në afërsi, domethënë, në zonën ku jetoj. Si u priti ambienti gjerman? Ato sportistët gjerman, gjithë janë gjerman apo ka edhe të huaj? Ka ndonjë shqiptar? Te ekipi ku kam pas shumë të huaj dhe pak gjerman, beles me humor i thoshim aty në gjermanëve që ju jeni të huajt këtu. Domethënë, kam pas edhe një 3-4 shqiptar her mas heret. Jam prit mirë, realisht kam kalu mirë me to pavarësisht probleme më dhëna teknike që nuk... Mbyllja kësaj faze, si ka qenë për skuadrën tonë? Për ekipin tonë, dhe më thonë, unë kam pas më është dhanë një objektiv për me majtë skuadrën në kategori. Aktualisht jena 1 pikë larg vendit dytë dhe 3 që janë me pikë barabarta. Kena pas një fillim sezonit vështirë në 5 neshe, nuk arritme me fitua si neshe. Morë me 3 barazime dhe 2 humje dhe masandana në 10 neshet e tjera arritme me marrë 8 fitore dhe 2 barazime. Për momentin në ekipin ma në formë i kampionatit. Fatkesi është fakti që në umil viti, në umil sezonit, pjesa parë e sezonit, sepse ishim një super formë. Me gjatë shpresoj që pjesën tjetër e sezonit të vazhdojmë me këtë lloj mënyre. Ermir Vajushi, trajner i sukses në Gjermani dhe jo shumë larg në një intervistë që kemi realizuar së bashku, jeni shprehur edhe me një objektiv në të ardhmen, të afërm apo të largët. Kjo është në dorën tuaj dhe në mundësinë tuaj që dëshoni të drejtoni edhe Vllazninë e Shkodrës. Vazhdoni ta keni këtë prioritet? Ajo do të jetë gjithmonë. Unë nuk besoj që ka një shkodran që është në fushën e trajningut, apo qoftë edhe futbollistët që lozin që nuk dëshirojnë një ditë me kënë pjesë e Vllaznisë. Edhe nuk kam pse mshi që një ditë dëshiroj edhe do të jem pjesë e Vllaznisë një ditë, jam i bindur, jam i sigurt se kur do të jetë e ditë, nuk e di, por do të jem. Megjithatë unë kam thënë dhe e përsëris prap, kur të vinë ajo ditë, do të jetë ajo ditë kur unë të jemi i Zoti me i dhanë Vllaznisë, jo vetëm me i marrë. E shikoni veten se akoma s'jeni kompletuar për të qenë gati për Vllazninë? Unë s'kam aktualisht licencën që më kanë aty. Domethënë unë kam licencën C dhe B që i kam marrë, por duhet me shku për marrë Vllazninë duhet pas licencën Pro. Dhe licenca Pro ka edhe licencën A fillimisht që duhet më marrë. Duhet ta vizitoni pak më shumë Tiranën. Apo po ta merrni edhe atje? Dëshirën e kam e marrë ndaj. Çat kam dëshirën e kam e marrë ndaj realisht. A ka shkodran që nuk ka shef me drejtu Vllazninë? Dëshiroj thekson Ermir Vajushi dhe do ta marr. Një ditë shumë mirë. Një ditë. Në një ditë. A shumë mirë, jeni koleg. Optimizm, me pëlqen optimizmi i Ermir Vajushit. Po pse se pyeta edhe Vajlën edhe me marr Vllazninë? Po pse jo? Vale ka vizën tjetër në jetë. Unë jam i dashamirës, ish lojtar i Vllaznisë me moshat e me të deri më të. Kam drejtu ekip të rritënish. Aktualisht unë i shërbej qytetit Shkodrës në edukimin e brezëve. Dhe mirë keni shërbyer, jashtëzakonisht mirë deri knasia më e madhe jam vetë komunitetive. Knasia më e madhe jam ja gazesh ku shoh brezin e fëmijëve që i kalojmë në përdur, rreth part të kontribuojnë për futbollin e Shkodrës. Kjo është ëndra më e madhe për çdo njeri. Me që jemi tek skuadra juaj, cilët kanë qenë ndeshjet e fundit dhe si e mbyllut vitin? Me kategorinë? Ne jena me grup moshën e 13 vjeçarëve dhe 11 vjeçarëve, me kolegun Emanuel Karakaçi, drejtojmë dhe Dorin.
shoqatën sportive Vëllëdor, është liga amatore. Gjëja më kryesore është që ata fëmijët aktivizohen në sportin e futbollit. Kena fëmijë cilësor, besoj që të ardhmen do të ndëgjojmë për ta. Dhe është kënaqësi. Dhe një emër mund të ndalemi? Ja, e mia mos më dhan emra, sepse janë shumë fëmijë që kjo është hapat e parë, gaci dhe është në formimin e parë të fëmijëve. Ata në qoftë do të kenë dëshirën dhe pasionin. Në një ambient sportiv dhe me kolegët tuaj dëgjova për një Kroni, si spikat. Kroni është një lojtar të mosha U11, por janë binjak të Bushaj, portieri i Baba që është perspektivë për me pas edhe... Garantojnë për të ardhmen? Garantojnë për të ardhmen, por do t'ja lajmë kohë gaci sepse futbolli është sa i bukur është edhe i vështirë. Më kujtohet një fjalë e Cruyffit dikur që thotë kur e pyeten futbollit kollon shumë, por tham ka marrë pjesën më të bukur të jetë rinin. Pra, këtë do të më kuptu. Unë sa herë shpreh në tavolina dhe me miqë me shokë dhe me ish sportista që ky brez i ri i sportit duhet më kuptu që pas sakrifica nuk arrihet çdo jetë. Mirë, konsumuam me vazhdin, pa tjetër, po konsumuam një pikë se kishim në skenarin tonë, pikërisht për Ermir Vajushin si trajner, si një shkodran, një shqiptar që trajnon me shumë sukses në Gjermani dhe kjo është shumë pozitive, por mos të harrojmë atë çfarë deklaroi pak më herët. Ermir Vajushi theksoi që jo vetëm kam objektiv, por edhe do ta realizoj që një ditë të drejtoj vllaznin. Ne do të ju sillim tashmë edhe prononcime, siç tham, pas ndeshjes te Niko Martini, Balaj dhe tekniku i flamurtarit, njihni me prononcimet e tyre dhe më pas do të jenë menjëherë edhe kronika dhe intervistat për sportin e basketbollit, flet Eni Llazani, trajneri i ekipit të vllaznisë të Super League që fitoi me Kamzen me shumë merit. Do të vijojmë më pas edhe me sportin e boksit, me një intervistë me trajnerin e boksit të vllaznisë Lazarin Vila, ai që fitoi Kupën e Shqipërisë që u zhvillua në Shkodër, dhe duke qenë te boksi është edhe kronika për Jurgen Uldeten që u shpall qytetarin e ri i Lezhës si kampion bote i arritur ky rezultat në Gjermani, dhe do ta mbyllim me futsallën, pikërisht me Kupën e Shqipërisë, u zhvillua në Shkodër gjysmëfinalet, vllaznia flamurtari u kualifikuan në finale dhe në finale ishte një finale shumë dramatike. Vllaznia kryesoi në dy momente, 2-1 dhe pastaj përmbysi flamurtari që fitoi Kupën e Shqipërisë. Tu kemi dhe intervistat që janë marrë më njëherë pas ndeshjes. Ne do ta mbyllim këtu me studion, por do t'ju lëm në shoqërinë e këtyre që unë prezantova. Falenderoj pjesëmarrësit të pranishmit në studio, Ermir Vajushin që vjen nga Gjermania dhe sa herë vjen në Shkodër. Me njëherë kontakti i parë është me njerëzit të sportit, njerëzit e medias, e tashmë ju jeni mes medias dhe trajnimit futbollit, sepse drejtoni një portal shumë të rëndësishëm. Ai portal është i tonë Shkodrës, nuk është i mirë. Mirë e ka kriju, po e ka kriju jo për me kanë kryesori, por për me i shërby tifozëve të vllaznisë që me pas një pikë takimit për tonë bashkë. Gaci Masara me përshëndet edhe Senofishten, gaci tifozin e thekut të vllaznisë. Kishe në plan me qëndrimin të tifozët, Senofishta ka marrë vëmendjen e plot shikuesve në spektaklin Big Brother VIP 2025. Jurojmë suksese. Fishte sepse po rivalizon me atë Korçajin, Ilir Vrenozin, janë është për mua një dyshe që duket se po shpresojmë që është që ta kaloj këtë tur, se ka një nominim. E kalon se Fishta. Kurse Masara me thonë tjetërën, që jurojmë tonë besimtarëve. Edhe kjo. Jurojmë duar për shëmbëllet Krishtlindjet. Me vjen mirë që e fillua aty sepse aty do dolë. Duke falendëruar Ermir Vajushin, si dhe dyshim Admiro Ruqin që është një Ka si jurojmë zuar festën. Zuar për shumë vjet. Faleminderit për urimet, edhe ne nga kjo studio i përcjellim të gjithë besimtarëve të qytetarët katolik dhe ortodoks që festojnë Krishtlindjet dhe vitin e ri të gjithë komunitetit shkodan, kryesisht atij sportiv, meqense se është edhe rubrika e fundit për vitin 2025. Urime
festave të fund vitit për gjithë sportistët, trajnerët, njerëzit e sportit, median sportive dhe me gjërë. Falenderoj edhe kolegët e mi të teknikës që ishin në pulte Ensar Basha dhe Florian Gredani dhe padyshim edhe montazhierët e Ledi Dani dhe Orim Hyso dhe padyshim edhe kolegun tim Mario Gjini që është her pas here Karas Kronikave të Kulturës, gjen kohë dhe kontribon edhe për emisionin ton. Nga unë Gaspar Marko dhe njëherë falenderit që na ndoqët, falenderit panelit, gëzuar dhe për shumë vjetë festat e fundvitit, ndiqni kronikat që prezantuam më herët, së bashku takohemi pas janarit në rubrikën e parë të vitit 2026. Deri atëherë mirupafshim. Gëzuar për shumë vjet. Gëzuar. Profesor Martini, mund të themi se përfundoi kriza e Vllaznisë? Përfundoi kriza. E rëndësishme është që morëm me 3 pikë. Bëmë edhe lojt mirë, pothuajse 90% 80% lojës bëmë lojë shumë mirë, po atë me raste ju kthyme pak a shumë asaj Vllaznisë të javëve të para që kemi luajtur mirë, që kemi dominu kundërshtarin. Pa çka se sot pësum 2 gola që janë gola friket, janë gola që do në me fitu neshë me çdo kusht, hym panik, pësojmë për qëndrim disa gola që duhet i zgjidhim dhe mos ta vëmë këtë ciklet që e vum neshën sot, sepse realisht djemt meritunin me fitu ma qetësit këtë neshë. Profesor, ju shqetëson kjo frikë, kjo panik që Vllaznia kishte sidomos pas rezultatit 2-0? Po normalisht nuk duhet me nol, po thash janë momente që ata që kanë luajtur futboll e dinë se çfarë do të thonë me përjetu këtë krizë që kalum ne, kështu që nuk i vë faj absolutisht futbollistave, po duhet të riparojmë, duhet të rrisim gjendën fizike tek lojtarët tash që na kanë munguar më tepër, kështu që them që do kthehena shpejt tek Vllaznia, edhe shpresoj të kthehena tek Vllaznia që kena bë fazën e parë. Ju gëzon ndalesa e Elbasanit sot, profesor? Mu më gëzon forma mirë e ekipit që ka lej sot, pa çka thash se e fut me në siklet neshin, sepse unë e di se çfarë forcët kanë këta djem, edhe e di se çka kanë mundësi me bë, normalisht edhe fati s'ka kanë me ta, kështu që kjo është ajo që më gëzon më tepër, mandej ndaleset e njerëz apo tjetrës, normalisht që vinë për mirë, por kampionati është i gjatë, ne duhet shohim vetëm rrugën tonë, mos shohim çfarë bëjnë ekipet e tjera, sepse është shumë shpejt për me pa çfarë bën njëri apo tjetri. Me çfarë Nuk mendoj sepse nuk mendoj pavarësisht që rritja ka fillu, do kisha qejf që të kishte vazhduar sepse kur fillon serinë e fitoreve normalisht edhe gjendja entuziazmin në mënyrën e të luajtunit që bëm sot, ne shpresë që me kanë për çdo ditë më mirë, kështu që nuk e çujt vetin të favorizuar, megjithatë kohë për me rikuperu, kohë për me kariku baterit, kohë për me ardhur fizikisht dhe të dëmtimit që kena pas, largohen përfundimisht. Çfarë u pa, sot ishte edhe një tip ndryshimi në rjeshtime në skema. Po ishte 2 herë. Çfarë është kërkuar në fakt edhe më herët nga opinioni sportiv. Mendoni se do të Jo, ne jemi në, jemi në përshtatje të ekipit. Nuk është trajneri që bën skemen, trajneri ndërton një ekip për skemen se si më e bë, po kur ne kemi Murajtën dhe Bismarckun të dëmtuam, gjë që 3-5-2-shin na e bën mas me kanë efikas, kështu që u detyruam me sulmu pak më tepër, u detyruam të jena një lojë ndryshe sot, megjithatë nuk ka se s'mundën mu përdor të dyja ose të trija, sepse ne kemi përdorur edhe 3-4-3 shumë herë, kështu që janë skema në varësi të ekipit, kontingjentit, dëmtimeve. Kjo fitore në fund të vitit, një frymëmarrje për ekipin për të rikthyer në janar. Më vjen mirë për djem që i fitunin këtë neshit, shijojnë disa ditë pushime sepse s'kan shumë. Dhe të kthena me besimin e plot, sepse Kreu është aty, jemi në luftë për Kreun, kështu që deri ditën e fundit kjo fitore na vën pak në qetësi, sepse me thënë drejtën, po kaloj një periudhë që ishte e vështirë si me u menaxhu, megjithatë nuk ka ndiku kur gjatë unë dhe të djem, sepse na kemi një raport trajner lojtar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që me qetësi kemi arrit deri këtu, them që me qetësi do njitën edhe monet. Profesor, çfarë përftoni Martini për 26? Besoj një fazë e tretë dhe e katërt e egër shumë egër ju pret. Unë në rrallë për uroj tanë qytetin e Shkodrës, qytetarët e Shkodrës, gëzuar Krishtinë, gëzuar vitin e ri.
marsi inshallah për tonë familjet e tyne. Mandej për djemë të uroj që të vinë në formën që ishin më përpara, mos të kena damtime, dhe mandej objektivat tona dihen, ne kemi hyrë këtë kampionat për me sulmu Kreun, do të tentojmë me sulmu, do të tentojmë deri në ditë fundit. Kështu që them, ashtu që është e fatit, sepse kundër fatit nuk mundet të më bëjë kërkush, shpresojmë mos kemi dëmtime dhe jam i bindur që këta djem kanë me bëjë prapë njëjtën lojë që kanë bërë më përpara. Edhe diçka profesor për pjesën e dëmtimeve, Kristian Dros në fakt më shumë ka qëndruar në tribunë se sa fush. Çfarë dëmtimi ka nëse mund ta dim dhe do të jetë gati për vitin e ardhshëm? Unë besoj që po, do të jetë, është një lojtar që na ka me na ndihmu. Besoj që me fillimin nga mesi i muajit e janar do të jetë i gatshëm të bashkohet me ekipin. Kështu që është një lojtar mjaft i mirë që ka me na ndihmu shumë, sepse kampionati është shumë i gjatë. Po e detyruar disa herë të shohni skema, se tani thosha pak më parë, detyruar të shohni skema edhe për shkaqe të dëmtimeve ose të penalizimeve me kartonat, por rikthimi ose ky pushim dhe rikthimi që do të dëmtuar. Sa siguri jep sepse që të paguhet tani kriminal, paguhet me informacioni të bazë, nuk keni më detyruar për pjesën e lojtarëve të rinj, sepse dhe Stoli ka disa lojtarë, por jo si do thuash, sepse janë lojtarë të akademisë. A u jep siguri kthimi i lojtarëve nga dëmtimet? Lojtarët e akademisë janë Kubazi, Oara dhe Tafili, që janë të tre lojtarë që kanë me ndihmu shumë vllaznin shumë shpejt. Por pjesa tjetër e Stolit janë lojtarë me eksperiencë, janë lojtarë që kanë kampionate me shpill. Aja që duhet me bën këtë momente është që pushimet jenë shumë të pakta, lojtarët jenë të fokusuar tek stërvitja, sepse tash është edhe një moment që gjithë janë pak periudha festave që ekuilibron pak stërvitin, do mundohen në maksimum mu stërvit, dhe kështu që mendoj që kur të fillojnë kupat e kampionatit jena gati si me Stolin ashtu edhe me formacionin. Profesor, e fundit, do të rryjë Vllaznia në merkatën e janarit? Jo, sigur çdo kush prej këtyre lojtarëve që kanë të ishte në rregull, nuk do mendoja fare me ndërhyrje sepse ekipi është i kompletuar në gjitha anë. Edhe nëse do ketë në një blemje cilësore, do ta marrim sepse thash mundet me na ndihmu gjithkush në këtë moment. Faleminderit ju. Kapiteni Bekim Bala do pjetë edhe sot me mbajtje fjalën në prononcimin për shtyp një ditë para ndeshjes, përpost atyre mesazheve si i përcollet publikut, por edhe medias, dy gola njëri më i bukur se tjetër. Urime. Faleminderit, realisht vjen mirë që u kthyem te fitoria, një fitore që më shumë blen për frymarrje, mund të them në këtë moment që ishim. E mbyll me këtë vit me një fitore, pak ditë pushim dhe kthehemi të motivuar dhe me dëshirë për të bërë mirë, akoma më mirë në 2026. Bale, shumë tension para ndeshjes, ndoshta ndikuar edhe nga rezultatet e fundit, sa shliruar jeni Vllaznia tashmë me këtë 3 pikë sotshëm. Them drejtën, ndoshta një tension që deri diku ka momente edhe në lojë duket. Mendoj që nisem ndeshjen shumë mirë, 40 minuta të bëmë shumë mirë me raste, arritëm të shkojmë 2-0 dhe pësojmë një gol një moment që realisht ishte i shmangshëm apo i menaxhueshëm. Pastaj normalisht rezultati ka atë vetën, e nisim pjesën e dytë, shënojmë shpejt, duke çdo gjë mirë, pësojmë prapë në një moment që një gol i evitueshëm mund të them. Gjithsesi, siç thash, një fitore që më shumë na jep frymarrje, pasi mungonte prej shumë kohësh, një 3 pikë dhe shpresoj të kena lënë mbrapa këto momente cikleshme dhe të vazhdojmë të shohim përpara. Pikërisht mesazhi juaj një ditë përpara ndeshjes, mendoni se bëre efektin e duhur? Realisht mundohem mi gjitha me motivu djemt, unë thirrjen dhe mesazhin e kisha për njerëzit, për tifozat, për ata që dojnë Vllaznin, duhet t'i rrinë afër, ndoshta kritikat për Vllaznin nuk janë me vend, pasi nuk kena bërë mirë, por mi gjitha kishim nevojë për mbështetje. Deri diku ndoshta edhe në shkallët e stadiumit duket një reagim, por mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Me tifozat ne bëna akoma më të mirë dhe sigurisht në një moment vështirë na duheshin krah. Dhe këtë Bala për vitin 2026. Po nuk do ta nis me premtime, shpresojmë bëjmë mirë, sigurisht që s'do të hyj pasi në këtë moment Vllaznisi duhen piket, duhen fitore dhe shpresoj që 2026 të jetë një vit i marrë për gjithë ne.
Lojtari më i mirë në ndeshje, s'ky trofe për kjo shkon. Njëri pak për kamerën. Them drejtën shkon për gjithë shokët e ekipit, për gjithë këtë moment sikletshëm, këtë periudhë sikletshme që kena kalu dhe gjithë ata që na mbështesin me zemër dhe na gjejnë pranë këto momente fshira. Faleminderit Erive. Profesor, një rezultat i ngushtë, fakt një paraqitje e mirë e Flamurtarit. Edhe pse po largoni pa pikë nga Loro Borici. Una prestazione molto bella di Flamurtari, anche se vai senza punti da Loro Borici, cosa pensi? No, mi spiace perché secondo me abbiamo giocato un'ottima partita. Më vjen keq se sipas mie bëjmë një ndeshje shumë të bukur. Abbiamo commesso sul primo gol, è stato un Eurogol. Nuk kemi çati bënim një gol i parë që një Eurogol. Poi abbiamo preso il calcio di rigore, abbiamo fatto un errore, però la squadra ha giocato con il cuore. Pastaj shkaktuan penallti, bëm një gabim te goli te, po ekipi lodhi me zemër. La siamo giocata a testa alta. E lodhëm ndeshjen me kokën lart. Dispiace non aver portato a casa dei punti. Më vjen keq që nuk morëm të çonim në shtëpi disa pikë. Ka ndikon kjo humje për vazhdimsinë, sepse Flamurtari vazhdon të jetë tek zona ftohtë. Quando costa questa sconfitta per Flamurtari, perché Flamurtari è ancora giù? Sì, dobbiamo recuperare, stiamo recuperando un po' terreno, siamo stati sfortunati nelle ultime partite. Duhet të rekuperojmë, kemi qenë pak pa fat në ndeshjet e fundit, që e vërtet. Però i ragazzi devono continuare a lavorare così. Po çuna duhet vazhdojmë të punojnë kështu. Questo atteggiamento, perché se lavoriamo così arriveranno prima o poi le vittorie. Me këtë sjelljen e forse fitoria do të vinë, po vazhdojmë kështu. Sa ka ndikuar dënimi nga Komisioni i Disiplinës për 8 ndeshje per të mos luajtur në stadiumin Flamurtari? È stato un fatto che il nostro stadio ha preso della federazione 8 giornate che non giochiamo senza tifosi. Sì, ho letto anch'io che abbiamo preso delle giornate di stop. E lexova da unë që morën sa javë pushim në stadiumin ton. Però in campo si scende 11 contro 11, è normale che il supporto del nostro pubblico è importante. Në fushë zbret një 11 kundër 11, po është e qartë që ndihma e publikut është e rëndësishme. Però non credo negli alibi, quindi andremo a giocarci le partite concentrati e cercare di vincere il più possibile. Nuk besoj të alibit, po do vim të vazhdojmë të lozim ndeshjet e përqendruar, të marrim sa më shumë pikë tjetër mundur. Faleminderit. Në fakt mora re një moment që pati dhe një mos koordinim lojtar. Sa ndikoi rezultatet? Po më pas trashing me çadalja apo me disa pjesë komunikimi, ndikon në këtë pjesë. È stato decisivo perché qualche giocatore ha fatto dei parolacce con uno che è andato trashi con Dimitri di fa questa cosa. Sono cose che non dovrebbero succedere, però c'è sempre qualcuno che magari esagera. Janë gjëra që duhet të ndodhin, po ka gjithmonë dikush që egzageron. Dobbiamo pensare noi a lavorare, poi quello che verrà dobbiamo cercare di fare punti o col pubblico senza pubblico per la nostra società e per il nostro pubblico. Sinqerisht do të vazhdojmë të punojmë dhe do të marrim pikë për publikun dhe për presidencën tonë. Faleminderit, sukses. Në radhë parë du të përgëzoj ekipin e Kamzës dhe trajnerin Prodani për lojën e bukur që bëjnë dhe mund të jetë një ndër ekipet më të vështira në kampionat për sa i përket përgatitjes paraprake që duhet me bë për me luajtur kundra tyne. Gjithmonë Vllaznia ka pas Kamzën që i ka hap problemet më dhaja, sikur kam kanë unë trajner, po edhe kur nuk kam kanë trajner i ka hap gjithmonë shumë probleme, kështu që jam shumë i gëzuar për lojën e ekipit të mësante, i falenderoj gjithë djemt për si ta them, lanë shpirtin fushë të gjithë. Lanë shpirtin fushë edhe nuk u dorëzuan nga sekundi parë deri në sekondin e fundit, pavarësisht incidenteve të ndryshme që mund të kishim fushë, jam shumë krenar për lojën e tyre sot. Me çfarë pamë mbrojtja dhe lufta në tabel këtë ndeshje ishte arma më pozitive, arma kryesore e Vllaznisë. Mendoj që sot arma jonë më e fortë ka qenë loja në grup. Loja në grup, karakteri dhe dëshira e madhe që tregon djemt tonë për me fitu. Kjo mendoj që ka qenë arma jonë më e fortë. Çfarë përmirësuat në pjesën e dytë që morë dominimin nga baraspesh total në pjesën e parë shkuat në plus 10 dhe madje plus 12 në dy tërë momente? Gjatë gjithë lojës du të theksoj që kena pas probleme me gjujtjet e lira, përsëri, dhe nuk po arrim me dal nga ky ngërç, po humim shumë gjujtjet lira.
Dhe kjo ka kanë ngërç i çik më shumë i theksuar në pjesën e parë. Por ul me shumë humjet e topit, kena dalë në kontrasulm, rrit me agresivitetin edhe si rrjedhoi edhe e daljes nga loja të organizatorit të Washington, rrit me agresivitetin edhe arrit me dalë në kontrasulm, edhe kjo na favorizoi disa momente të lojës. Ishta më herët, kjo është nesha fundit për këtë vit 2025, kur rikthehet Vllaznia në parket me ndeshjet zyrtare. Kena edhe një ndeshje për me mbyll fazën e parë, e cila do zhvillohet me datë 10 janar, kundra Teutës, po prap këtu në Shkodër. Ajo është ndeshja fundit e fazës, ajo paka shumë e vullos edhe renditjen tonë në klasifikim. Ku objektivi vazhdon të jetë faza finale, play-offi, pjesëmarrja e Vllaznisë? Objektivi jon është patjetër play-offi. Duhet të them që duhet i marrim ndeshjet 1-1. Ta përdorim këtë ritëm pozitiv që kishim sot edhe ta marrim me vete në ndeshjet e ardhshme. Pas titullit kampion si ekip, Vllaznia Shkodrës fiton edhe trofeun e Kupës së Shqipërisë 2025. Lazarin Villa, trajneri i Vllaznisë, urime. Faleminderit. Po, është vërtet. Masi dorën për herë të 7 kampion, arritme që të marrim edhe Kupën e Republikës Shqipënisë, dorën në vend parë. Pavarësisht se pjesëmarrja e ekipeve tjera nuk ishte e madhe, kjo jo për fajin tonë, por varet se cili ka planet edhe angazhimet e veta. Megjithatë kjo kupë do të realizohet pa arritme që ta fitojmë si ekip. Një vit i suksesshëm besoj për sportin shqiptar. Tham drejtën, është përsëritja e disa viteve edhe më përpara, ky sukses vazhdon për me Ken. Shpresojmë që të vazhdojmë edhe vitet në vazhdim, po me këtë ritëm. Deri ku do të vazhdojë ky sukses i Vllaznisë, sepse ka kërcënime nga skuadrat e tjera, sidomos flamurtari, Tirana, Teuta, por Vllaznia nuk hap rrugë. Sot kena stërvitjen e rregull, sot kena sportista në palestër dhe më kryesore, sot jemi Gjoni prezent në palestën e ekipit Vllaznisë, ky sukses nuk besoj se do të nalet. Kështu që shpresojmë që të ecim me këtë ritëm. Në aspektin individual, kush ishin disa më të spikatorit e kësaj kupe dhe përgjithsisht e vitit? Kristian Bala, i cili bani me Ibrahim Mezanin, bani një ndeshje shumë bukur, shumë fort, pavarësisht se Kristian Bala ka pas një shkputje për efekt një operacionit që ka bë dhe nuk ishte në formën e tij më të mirë, por ndeshja ishte shumë e bukur, shumë e mirë. Po ashtu edhe Hysen Karmeshna, bashkë me Kristian Koçin, zhvilluan një ndeshje shumë bukur, shumë me rivalitet. E njëjta situatë është edhe për Karmeshnën, ka pas një ndërhyjje operacion dhe nuk ishte në formën e tij, por zhvilluan një ndeshje shumë bukur. Këto dyja ishin më të bukura të aktivitetit, për mendimin tim. Boksieri Jurgen Uldedaj, shpallur kampion bote me titullin IBO në Londër gjatë muajit tetor, u nderua me titullin qytetar nderi i Lezhës, vendimi u mor nga Këshilli Bashkiak me propozim të Bashkisë Lezhë si vlerësim për kontributin e tij historik në sportin e boksit dhe përfaqësimin dinjitos të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Certifikat për dhënien e titullit qytetar nderi i jepet zotit Jurgen Uldedaj për kontributin e tij historik në sportin e boksit. Boksieri Jurgen Uldedaj e cilësoi këtë vlerësim si një nder të jashtëzakonshëm, veçanërisht për faktin se vjen nga qyteti i tij i lindjes. Është nder për mua të jem qytetar i nderit Lezhës. Për të arritur këtë ditë, po ky nuk është akoma maja. Domethënë kemi akoma rrugë për të bërë dhe shpresoj që t'ju bëj sa më krenar në të ardhmen. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierre Indreu, si dhe përfaqësues të sportit shqiptar, vlerësuan arritjet e Uldedajt. Kampioni Jurgen Uldedaj është shembull më i mirë që me përkushtim të paparë dhe ministri Vite serioze ka arritur majat më të larta që ne shqiptar ka arritur deri më sot. Ai sot është kampion në një nga disiplinat më të rëndësishme të boksit profesionist IBO, duke na bërë krenar sepse është lindur e rritur në këtë qytet të bukur, në një familje nga më të mirat e këtij komuniteti dhe mbart vlerat më të larta si person. Jurgen Uldedaj e nisi rrugtimin e tij sportiv që në moshë të vogël në Lezhë dhe brenda një kohe të shkurtër arriti majë botërore të boksit, duke u shndërruar në një nga emrat më të suksesshëm të sportit shqiptar.
Sa po është mbyllur finalja e Kupës së Shqipërisë në futsal, Vllaznia Flamurtari 2-3. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë një herë zgjedhë drejtorin teknik të ekipit Kuqiblu, Arben Xhaferi. Në fakt në këtë momente të gjithë prisin të festonte Vllaznia, por po feston Flamurtari. Flamurtari i bëi përgjimet më të mira. Nuk mundem me thonë se ajo e meritoi fitoren, por në fund si thojnë fiton ai që bën një gol më tepër dhe në këtë rast edhe rezultati vetë tregon që fitoi ekipi që bën një gol më tepër. Është keqardhje sepse donim që këtë trofe ta marrim Shkodër, por kjo është fati, kjo është futbolli. Në fakt pas ndeshjes së parë të finalet që u kualifikuat me fitore të thellë 5-4, presidenti i futsallit shkodranet Fistik Barbullushi ishte optimist se kupa do të çdojë në Shkodër, kështu theksoi. Por keqardhje për ju, për kampin Kuqiblu se të realizua. Dhe kishte drejt duke po edhe fazën përgatitore, ne edhe atë që shpejt ndjem fushë që unë i përgëzoj jashtëzakonisht shumë. Ne lëmë maksimumin, fati siç e thash pak më parë nuk ishte me ne, ndjen jashtëzakonisht që çunat ikën të mërzitur nga pati i sportit sepse merituan diçka më tepër. Por siç duket këtë vit maksimalen e të dyja objektivat që kishim vu veti nuk i arritën. Mesim vetëm me kampionatin, shohim tani se do të bëhet edhe Superkupa gjithashtu mes nesh dhe Vlorës si fituese e kupës, por gjithsesi ne shohim parën. Xhaferi shënoi të parët me Gjoklen, pastaj barazoi Flamurtari, shënoi sërish me Vllaznia me Samir Hysenin, ju barazoi sërish me Flamurtari dhe në pjesën e dytë ju përmbysi. Nuk arritë ta mbanit avantazhin në asnjë moment. Unë për me bërë analizën e neshjes kam qefë që mja lanë profes, Alcid Tafili që është njëkohësisht edhe kapiten dhe trajner ekipit, por duhet të them që pjesa e dytë foli tërësisht për ne. Ekipi Flamurtari shkoi një herë në port dhe nuk po atë me fat që të ngaloshin buën e tyne, po atë me rrashtet tona, po atë me edhe gjysh penalltijet. Por siç e thash, kjo është futbolli. Kur ti nuk e bën, atëherë do të pësosh nulli rregulli famoz në futboll dhe ne i psuam me golin dhe humbëm neshën. Sa ndikon kjo humbje kësaj finale të Kupës së Shqipërisë për vazhdimsinë e objektivave të Vllaznisë? Absolutisht asgjë, përkundër që kemi në karikan më tepër, sot me keqardhje mundem të thonë që nuk mundem të aktivizu moshët e reja, sepse ishte një neshë ku ishte tipologjia neshësh e tillë ku duhet të pas më shumë eksperiencë se sa frym, por ne shohim përpara dhe jena shumë optimist me këtë grup. Nuk du me kenë me kanë top për ekipin tonë, por ne, siç e kam deklaruar me ty në intervistat e tjera, ne jena vetëm për titull kampion dhe për asnjë gjë tjetër. Faleminderit Xhaferi, suksese. Faleminderit edhe juve. Ka përfunduar finala e Kupës së Shqipërisë të futsal. Ekipi i Flamurtarit mund Vllaznin 2-3 dhe shpallet fituese me teknikun Majro Kalus më njëherë pas kësaj finale. Urime, profesor. Faleminderit. I kënaqur, i gëzuar për këtë fitore? Shumë i gëzuar sepse më duket sikur shlyem atë finalen, gjysmëfinalen e kampionatit, sepse ishim një ekip pretendent për kampion, gjithsesi fituam Kupën e Republikës, ishte një ndeshje shumë e fortë. Deri në momentin e fundit nuk di kush do fitonte, fituam ne. Dhe s'ka gëzim të madh si kjo ishte fund viti, ishte si dhuratë për vitin e ri, për qytetin tonë, që do kaq shumë këtë sport. Në fakt Vllaznia kaloi 2 herë në avantazh, 2 herë e barazuat dhe në pjesën e dytë e përmbyset. Për te të gjithave dhe fitores dhe gëzimit të Kupës, unë përgëzoj ekip me Vllaznia sepse ka bërë një ekip në 2-3 vjet, një ekip shumë pretendent dhe shumë të fortë. Gjithsesi, ekipi Flamurtari ka luajtur cilësor, ka luajtur me eksperiencë, dhe për mua zgjidhi eksperienca dhe e donim më shumë të Kupë, e donim me se s'bën. Kaluat gjysmëfinalen duke mundur Tiranën, ndërsa sot edhe Vllaznin. Cila prej tyre ishte më e vështirë? Tirana kishte ekip cilësor, kurse Vllaznia ishte, si them, ishte kuck në farë mënyre, që një shprehje ishte kock e fortë. Në Vllaznia është kock e fortë. Kjo fitore për kë shkon, profesor? Gjithsesi, unë dua të përgëzoj gjithë lojtarët, dua të përgëzoj familjen time që kanë nga afër dhe nuk dua të lë pa përmendur drejtoreshën e klubit Sport Flamurtari që ka qenë çdo moment, çdo sekond pranë këtij ekipi. Faleminderit Lona. Urime profesor, suksese në vazhdimsi. Faleminderit. Flamurtari i Vlorës fiton Kupën e Shqipërisë në futsal duke mundur Vllaznin në Shkodër 2-3. 3 golat për ekipin Venjati ka shënuar kapitenin Lorenz Shehaj. Urime Shehaj. Faleminderit. 3 gola, njëri për i bukur se tjetri. Cilin për tyre veçoni me tepër?
Më shumë veçoj se ishte një ndeshje shumë e fortë, dhe të përgëzojmë ekipin e Shkodrës, gjithmonë kemi pas vështirësi me këta. Golat nuk janë rastësi, kemi bërë skema gjatë gjithë vitit, se si të dalim, se si të sulmojmë ekipin e Shkodrës dhe të Tiranës. Unë përgëzoj ekipin për golat e mi, për gjithë lojën që bëmë, që më dolim më krijuan mundësinë që të shijoja golin. E rëndësishme është që fituam trofeun përsëri për herë të dytë për vitin e dytë radhave. Objektivi jonë madhor me cilësitë që kemi është që të fitojmë kampionatin. Vjet ishin shumë afër, por futbolli i ka këto. Kështu që këtë vit jemi me bindje shumë të madhe për të fituar kampionatin. Ajo është objektivi jonë kryesor. Ishi 2 herë në dezavantazh, në vështirësi për ta humbur ndeshjen, por gjetët forca, barazuat dhe fituat. Gjithmonë shpirti jonë i garës është në fushë, ne japim gjithçka në fushë, gjithçka është deri në minutën e fundit. Kjo falë edhe trajnerit ton Mario që na fut në një presion shumë të madh se gjatë gjithë lojës jemi në lojë, të jetojmë në lojë. Emocioni shumë i madh, jemi shumë të kënaqur. Shpresoj tani, siç e thashëm më para, që të marrim kampionatin. Cili është objektivi? Pra kampionati është kampionati është objektivi kryesor, por kjo ishte një provë e mirë që ne jemi aty përsëri pretendent për ta fituar kampionatin. Pra mund të vllaznin kampionin në fuqi dhe besoni se do të ecni me tej? Edhe Vllaznia, edhe Tirana janë dy ekipe që duhet vlerësuar. Ky futboll është që asnjëherë s'ke siguri. Gjithmonë duhet të jesh 100% deri në minutën e fundit, por që ne besoj që këtë vit duhet me se zbën që ta kthejmë, ta sjellim kampionatin në Vlorë. Mungon ekipit flamuritarit kampionatit. Dhe në mbyllje sërish rikthehemi tek 3 golat e Lorencehej. Për kë shkojnë? Ka ndonjë dedikim? Dedikimi është për gjithë ekipin, nuk është se kanë ndonjë dedikim specifik, për gjithë ekipin, për gjithë çunat që kanë shpirtin në fushë. Falenderoj ata, për mua nuk ka asgjë si ta shënojmë si në një tjetër, nuk është shumë i rëndësishëm. Goli i rëndësishëm është kupa, trofeu edhe kjo është e rëndësishme. Urime për golat, urime për fitoren e kupës dhe suksese. Faleminderit.